Ina, përshëndetje. Përshëndetje. A mund të më na tregu pak a shumë ç'është gjendja në Emirate, konkretisht në Dubai pas sulmit që ndodhi atje? Për momentin gjendja është e qetë, nuk s'kam dëgjuar gjë më të thënë. Situata është pak a shumë kthyer në normalitet, kuptohet që njerëzit kanë frikë, po nuk është shumë situatë frikshme. Edhe jashtë, domethënë. Personalisht nuk s'kam dalë akoma që këtë punë. Vetëm kam dalë për pazar, po s'kam dalë për gjëra tjera. Në momentin njerëzit janë shumë të kujdesshëm, por megjithatë pak a shumë janë kthyer në normalitet. Ambientet publike të jashtë, ambientet publike të hapura janë më problematike, kështu që njerëzit i evitojnë ato ambiente, kurse ambientet e mbyllura janë normale, domethënë qendrat hektare janë të mbushura si normalisht. Kinemat janë të mbushura si normalisht, nuk se kanë një ndryshim të madh nga ajo e përditshmja. Institucionet shumica janë online, ka dhe institucione që janë të hapura. Arsimi është krejtësisht online, të paktën deri nesër, nuk e dim se çfarë do bëhet më mbrapa, po deri nesër kanë thënë që do jetë online. Direktivat e Ministrisë së Arsimit deri tani kanë qenë që deri nesër duhet jetë online, kështu që shikojmë se çfarë do ndodhi më prapa. Institucionet tjera janë pak më shumë të mbyllura në përgjithësi, me përjashtim të spitalet dhe klinikat e gjitha të hapura, të gjitha dyqanet e shërbimit zakonshëm të përditshëm janë të hapura, gjithandaj, gjithë sallonet janë të hapura, gjithë supermarketet janë të hapura, domethënë është pak a shumë jeta vazhdon si normalisht, vetëm se kuptohet që njerëzit janë më të kujdesshëm. Çfarë po ju këshillon? Ju ka jep ndonjë këshill ose në rast paniku, ka panik mes njerëzve ende? Një farë gjendje ankthi ka, tani sikur po kalon ajo gjendje ankthit, në fillim kuptohet që gjendja ankthit ishte shumë e madhe, domethënë ditën e parë në 28 shkurt ishte shumë e madhe sepse na gjetë gjithëve të papërgatitur, ndërsa me kalimin e ditëve, me thënë të drejtën, sikur po bie, ajo gjendja e panikut. Megjithatë, më shumë se sa gjendja e panikut është ajo gjendja e pasigurisë, domethënë qeveria këtu po bën një punë fantastike në fakt për ruajtjen e qetësisë, për ruajtjen e sigurisë. Mirë, po është prapë një gjë që nuk varet nga ne, domethënë varet nga sulmet e Iranit, kështu që nuk është një gjë që popullsia e këtushme apo ne të huajt mund të parashikojmë, ne s'mund të parashikojmë asgjë, ne thjesht mund të shpresojmë që nuk ndodh gjë. Siç thash, qeveria ka marrë masa të jashtëzakonshme në fakt dhe janë krejtësisht përfshirë në luftën e ajër për të sulmuar të gjitha raketat dhe aeroplanët që po vinë apo dronët që po sillen. Po kuptohet që pasiguria është një gjë që na shqetëson gjithëve. Një gjë që ka filluar të ndihet këto ditë është që Dubai ka qenë pak a shumë i qetë, paktën këtu ku jam unë ka qenë i qetë që dje, domethënë dje era e fundit që kam dëgjuar një shpërthim ka qenë nga ora 10 kur ishte përndërmësim online. Sot në mëngjes, në ora 3 me orën e Emirateve, kishte goxha informacion për raketa dhe në atë kohë domethënë kishte lëvizje të avionëve ushtarak rreth e qark Dubait. Po ajo ishte vetëm gjë që dëgjuam, në fakt nuk dëgjova asnjë gjë, nuk dëgjova asnjë shpërthim. Zakonisht ata i shpërthejnë raketat në ajër dhe vetëm gjë që bie poshtë janë fatkeqësisht pjesët mbetëse të raketave dhe ato janë më të rrezikshme, ndaj dhe ata thonë që rrimi larg zonave të hapura, domethënë. Po nuk është situata nuk është keq, me thënë drejtën, është më e qetë se sa ka qenë më përpara. Ndërka që aeroportet ende qëndrojnë mbyllura për lëvizje, apo? Aeroportet janë akoma të mbyllura, dje disa nga agjencitë ajrore, Etihad, Emirates dhe Fly Dubai filluan disa udhime. Megjithatë ato e saktësuan në fakt që asnjëri të mos nisësh drejt aeroportit derisa ta vërtetonte që mund të nisej. Shumica e njerëzve me sa duket thjesht ndoshta edhe shumë vizitorë, sepse kanë qenë shumë vizitorë, kuptohet që Dubai është ndoshta qyteti më vizituar në botë, kështu që kanë qenë me mira njerëz, të cilët ngelën në Dubai, domethënë nuk po iknin dot në shtëpia.
Të gjithë këta njerëz fatkesisht u nisën drejt aeroportit, kuptohet që të gjithë mund hiknin sepse linjat nuk është se po funksiononin në mënyrë të plot. Kanë thënë tani që do vazhdojnë udhëtimet, kuptohet udhëtimet vetëm për njerëzit që kanë ardhur, që kanë ngelur këtu, domethënë turistat, ose për evakuimet nga shtetet caktuara. Po në përgjithësi aeroportet janë të mbyllur, aeroportet edhe portet janë të mbyllur, e vetmja mënyrë që mund dalësh nga Dubai është me rrugë, ndofta nga Omani edhe nga Arabia Saudite. Ndërkaq me ambasadën shqiptare, keni kontakt që shëndron çështja mes juve dhe ambasadës shqiptare për informacione? Ambasada shqiptare ka qenë shumë e gjinshme në fakt. Unë personalisht nuk është se e kam kontaktuar ambasadën shqiptare, por ata kanë dërguar vazhdimisht njoftime. Njoftimi i fundit që ishte para një 10 minutash a 15 minutash ishte që është e mundur që të largohesh nga Emiratet me rrugë. Edhe ishin këto dy mundësit nga Omani dhe nga Arabia Saudite, kishën dhënë numra telefoni që tregonin se si njerëzit mund të largoheshin. Nuk kam ndonjë informacion për ndonjë evakuim të shqiptarëve, të paktën me sa di unë, domethënë deri në këtë moment. Disa nga ambasadat e tjera po bëjnë një farë numërimi të popullsisë, ndërsa me sa di unë nuk kemi filluar domethënë ndonjë gjë nga ambasada shqiptare. Po këtu ku bëhet fjalë për shqiptarët, në fakt nuk është se janë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por ka shqiptarë nga gjitha trevat e Shqipërisë, nga gjitha trevat shqiptare. Kështu që në përgjithësi neve ndjekim të gjitha informacionet e ambasadës shqiptare, po deri në këtë moment nuk kemi ndonjë gjë tjetër, të paktën për evakuim. Shpresojmë që mos përfundojmë deri te evakuimi, shpresojmë që kjo të zgjidhet, po për momentin nuk është se kemi ndonjë informacion. Ndërkaq sipas mediave, princi i kurorës ka thënë që edhe ne do të kundërpërgjigjemi. Çfarë po thonë mediat atje konkretisht? Për të drejtën mediat janë, domethënë mediat e vendit s'kan thënë absolutisht asnjë gjë të tillë. Unë lexova ke The Guardian që thoshte diçka të ngjashme domethënë, por nuk kam dëgjuar që të ketë mediat e vendit s'kan absolutisht asnjë lloj informacioni për kundërveprim. I vetmi informacion që është në mediat e vendit, paktën deri para 10-15 minutash, ishte që do të vazhdojmë të kundërsulmin në territorin tonë, domethënë, të njëjtën gjë që po bëjnë, që po i ndalojnë raketat kur janë në ajër para se të vinë në tokë dhe të shkaktojnë dëme. Po gjë tjetër nuk kemi dëgjuar me thënë të drejtën. Domethënë të paktën mediat e brendshme s'kan thënë gjë. Siç thash unë lexova te The Guardian, nuk e di sa e vërtetë është apo jo, po për momentin kemi dëgjuar gjë. Ina, faleminderit shumë për kohën, shpresoj që gjithçka të marrë fund sa më shpejt në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirëpash.